Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se sa besimtari i dobët. Pra i mirë në të gjitha aspektet, është më i mirë në besimin e tij, është më i mirë në devotshmërinë e tij, në vendosmërinë e tij, në trimërinë e tij, në sjelljen e tij, në adhurimin e tij. Dhe e shoqëron këtë me fjalën e tij wasta'in billah dhe mbështetju Allahut. Pra, vazhdimisht besimtari i mirë i mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa porosia e dytë është tek fjala e tij alayhi salatu wassalam wala ta'jaz, dhe mos u plogështo. Pra, çfarëdo që të ndodh, atëherë mos u bë pesimist. Mos u plogështo. Por mbështetju Allahut i lartësuar dhe bë sebepet. Lutja Allahut azza wa jalla dhe bë sebepet, sepse suksesi dhe fitimi sigurisht që do të vijë si në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra Islami është një fe e tillë e cila na mëson që të jemi optimist dhe jo pesimist. Wala ta'jaz, mos u plogështo. Ti je gjithmonë optimist. Sepse Allahu është me ty. Bë sebepet dhe qëndro optimist. Dhe nëse diçka, domethënë nuk shkon, atëherë sigurisht që kjo vjen ose sepse sebepet nuk janë bërë siç duhet, apo mbështetja nuk është siç duhet tek Allahu subhanahu wa ta'ala.